Kemi rikthyer në pjesën e dytë, si themi vazhdimisht, po ka të rëndësishme sa e pare, ndoshta më rëndësishme sepse ndoshta edhe pak më rëndësishme sepse në studion tonë sot është sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Blendi Klosi. Herën e kaluar kishim sekretarin e përgjithshëm, zotin Murnoga të opozitës. Tani kemi ndruar, kemi marrë sekretarin tjetër për të kuptuar diçka më shumë. Se sa thonë sekretarët, Flamuri foli shumë gjatë në fakt me thënë drejtën, e mori pjesën ndërmuese të kohës, dhe një kolegu tonë tha, po marrë dhe tenden, një lahi, pjesën ndërmuese, por shumë gjëra nuk është se na tha, se so na thua ti sot, unë nuk e di. Por ne jemi detyruar të pyesim dhe të dëgjojmë. Është zgjuar fuqishëm partia socialiste dhe është hedhur në fushat në të katër anët e Shqipërisë, madje edhe në diaspor, se dhe fle kjo parti shpesh fle rëndë, siç flen këto, ta themi mirë metaforike, se nuk i thuhet kafsh partisë, po i thuhet këto kafshë të rënda që bënin gjumin letargjike të gjitha, pastaj pop zgjohen me njëherë kur i duhet. Gjumë letargjik ta? Bëjnë. Për disa punë, më gjumë kështu, për gjumë elektoral. Nuk kanë kështu pjesë elektorale, se punët e tjera këta. Tani, Edi Rama sot deklaroi që partia po merr gjak të ri. Gjak të ri, po vjen gjaku i ri, e kupton? Transfuzion. Ndërkohë që deputetët ekzistues do të jenë në listat e hapura që të luftojnë për vota. Një strategji kjo krejtë e ndryshme nga strategjia e doktorit, i cili i ka marrë të gjithë këta tani, i ka futur aty brenda. Dhe duke ditur që edhe mund të mos marrin votat. E diskutuam ne me Flamurin këtë, nuk ishte dakord fare, ai, por ai ka futur aty, të jenë të sigurt. Edhe ata tani siç vajtën 2021-shin, ne të sigurt jemi, thoshin, ikët fituat ju. Tani po ndoshta nuk e dim, ndoshta ka ndonjë strategji doktori në këtë histori, ja. Shiko çka ka ndodhur tani. Pastaj do ma nxjerrësh mua koalicionin. Çfarë është kjo koalicioni? Jo, ja. Është koalicioni në Burg. Ky është koalicioni në Burg, po jo pra 2013. Po pse nxori këtë koalicion? Nuk duhet ta nxirrni pra, se nuk kemi vajtur tek ky moment. Blendi Klosi, tham sekretari i gjithë i Partisë Socialiste, faleminderit shumë zoti Klosi, është kënaqësi. Gjithmonë kur unë ju kam ju është kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën, natyrisht mund bie dakord me pjesën tuaj të hyrjes bisedës. Ore ti je brenda rregullave të partisë pa për mua. Jo, po. Çfarë duash? Në studio unë vi shpesh edhe vi me kënaqësi, natyrisht ka një debat shumë cilësor. Po këtë debat e kemi bërë dhe kur ne bëm reformën e rienergjizimit të Partisë Socialiste para disa muajve. Edhe atëherë po këtë tezë aty, pse kujtohet, ndërkohë që ishte një vit e gjysmë përpara zgjedhjeve, dhe ne punuam fort për të përgatitur këtë moment. Pra, edhe për të hyrë tek ajo pjesa e gjakut të ri, nuk e pranuam që fitoria 2023-shit ishte e mjaftueshme për ne. Fituam 55 nga 61 bashkitë vende dhe sapo mbaruam. Po jam dakord, po të bëj dhe prezantim me këtë tjerën dhe ti vazhdon. Ndërkohë, Andi Tela, faleminderit shumë. Faleminderit. Leonard Mitro, redaktor i lajmeve në MCN-TV, faleminderit Leonard. Besoj do të përpiqemi sot të kuptojmë në një, të pyesim dhe kolegun dhe të gjithashtu të bëjmë një analizë të problematikave. Zoti Anton Abilegaj, vijon të jetë, faleminderit shumë, Anton. Për dytë të them unë këtë, faleminderit. Tani, zoti Klosi ju filluat e gjithë mirë betë, po ta thash që kisha homologun herën e kaluar, i cili deklaroi që 11 maj ju bëni copa. Sepse ka ndryshuar punët dhe në Amerikë. Po mirë, se kemi kohë për ato besoj, apo kemi me minuta të kufizuar. Them ta fillojmë me këtë punë në Amerikë, se edhe sot kishte ardhur një avokat shumë i shuar, po në krahun tuaj. Kishte ardhur ai shkoi në Burg. Pra, në radhë parë për ta mbyllur atë bisedën që kisha pyetur, unë të mirë, nisem me këtë, si po shkojnë në përgatitjet për zgjedhjen se gjë bashkë, ka rëndësi. Pra, ne kemi filluar, kemi 2 vjet, sikur mbaruan zgjedhjet e 14 maj 2023-shit. Nuk pritëm fare, po direkt mbas zgjedhjeve bëm asamble, bëm disa ndryshime në drejtues politik, filluam punën për rienergjizimin e Partisë Socialiste, punuam për të ndryshuar gjithë forumet e Partisë Socialiste dhe sot kur vim në garën e 2025-s, ndjesia që Partia Socialiste është partia që përvajson frymën edhe element të ri të kësaj shoqërie,
nuk është se është vetëm të lista e deputetëve, është e Kongresi i Partisë Socialiste që është 90% me delegat 3, është në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste që gjithë pjesa zgjedhur nga Kongresit janë të rinj, 100% janë të rinj, nuk ka asnjë drejtor, asnjë titullar në atë pjesë zgjedhur. Kur vim tani te lista, ku gara është e tillë, pra formacionet duhet ndërtohen në dy pjesë, pra në pjesën e listave të sigurta, pra ata elementë që duan të kenë një mbrojtje nga sistemi dhe ata që duhet mbledhin vota, Partia Socialiste nuk e ka fare, domethënë më të voglin vështirësi, që thotë që në këtë pjesë të fushatës ne do zgjedhim frymën e re të qytetit, do zgjedhim element të rinj, do ndryshojmë tërësisht pjesën e madhe të kandidatëve që kemi për ekipin ton të zgjedhur 11 majit, ndërkohë që të gjithë elementet e fortë të Partisë Socialiste, përveç drejtuesve politik, do të jenë në garë si deputet në lista të hapura për të mbledhur vota, pasi janë njerëz që kanë qëndruar më pranë elektoratit, njohin më mirë elektoratin, mbledhin vota nga elektorati. Dhe për gjitha këto nuk kemi asnjë vështirësi për ta thënë, sepse gjatë gjithë kësaj kohe jemi marrë me rinovimin dhe rifreskimin e formimit të Partisë Socialiste. Ndërkohë që ju thatë s'merremi, ne merremi gjithkohë me fushat, nuk është se kemi ne ndaluar një moment që s'kemi bërë aktivitet që ka të bëjë me fushatën, qoftë me fushatën në tokë, qoftë me fushatën, pra fushatën në terren, qoftë me fushatën në diasporë, fushatën me votën që do vi nga emigrantët tanë kudo që ata ndodhen. Prandaj them që në krahasim me kundërshtarët tanë, ne se kemi fare këtë, le të themi, vështirësinë për të kaluar në këtë etapë 3, duket për të transformuar. Duket sikur fle, por në fakt unë e di këtë gjë. Duket sikur fle dhe duket si një gëzim i madh tani ndaj ta thash. Ta thash më në figurative. Jo, po, që tani se këtë e kemi bërë disa herë, edhe këtu tek ju e kam bërë këtë si tezë, edhe politika është profesion, pra kërkon orët e saj të punës dhe në qoftë se nuk merresh fare me punën në terren, në qoftë se s'merresh fare me politikën në terren, në qoftë se s'merresh fare me ristrukturimin, dhe kujtohesh kur vjen dita e fushatës të bësh atë hopin cilësor, është e pamundur të realizosh. Prandaj edhe kur vjen fushata, ne jemi një makineri realisht e mirë strukturuar që futet në fushat edhe fiton thellë, edhe kam bindjen që nuk e di çka ka thënë zoti Noka si përfaqësues, jo vetëm një parti demokratike, po edhe kemi fituar tha, edhe për shkak të ndryshimeve në Amerikë. Herën e fundit që Partia Demokratike realisht se ti je një njeri i rëndësishëm i partisë, jo se jo ka qenë mbademon 21, pra zgjedhjen 2021, 27 prill që ishim në 2021, kur ata ishin mbyllur kutit, dolën në shesh edhe thanë fituam, hapën shampanjën, fituam, kur filluan numërimi, pastaj panë që kishin numër, dhe kishin numër më thellë se sa në 2017. E njëjta gjë mund të jetë deri në datën 11 maj, në 12 do ta shikojmë që ne do kemi fituar më thellë se sa në 2021. Moment që dolën ata futën një gazetar të njohur. Nuk e di tani se si u gënjen. Po nëse ata gënjen nga një gazetar, atëherë nuk e meritojnë të vinë pushtet. Nëse gënjen prapë. Gënjen rend në PS-ta, po humbin ata tha. Po nuk e di këtë tani, nuk. Ju e krijoni këtë ndjesë. Po ata odhën valle. Po si u gënjen ata? Odhën valle mbi tavolinë. Po. Luli me këta u odhën valle. Fitoria është brenda kuti, kur hapën kutit doli humbja. Ju e futët atë, çfarë? Pra, realisht është një gare pa Jo, pra jo, kjo nuk duhet. Njerëz është të papërgatitur. Nuk e kemi berë, nuk e kemi futur. Nuk jemi te kjo pyetje. Pra, jemi në një garë të njerëzit që punojnë, njerëzit që stërviten, njerëzit që përgatiten, njerëzit që ndryshojnë, njerëz që sjellin njerëz të ri, përballë me një ekip e cili është komplet një gjë e vjetër, pa ide, pa iniciative, dhe edhe këtë që ka kjo formule re, pra që disa duhet të jenë të mbrojtur, disa duhet të garojnë për të prodhuar vota, e përdorin mbrapsh, pra mbrojnë veten e tyre dhe lënë më bosh terrenin. Kështu e bën në 2021. Në 2021 Partia Socialiste, të gjithë drejtuesit e saj politik i vurin limit. Unë isha i 5 në Berat. 5. Edi Rama ishe i 8 në Vlorë, Niko Beleshi kjo është gjëja më e mirë që keni bërë. Në Kort, E bravo i qoftë, por Taulant Balla ishe i 9, i 8, qartë. i 9. Por e gjëja më e mirë që keni bërë. Keni marrë maksimalizuar votën. Pra, maksimalizon votën dhe Shumë padyshim, ne jemi profesionistë më bukur se kjo nuk ka.
Po Dhe kjo garë të ndalim në një pikë që ma kalove ti pak mua. Kjo Tani Amerikanë. Edi Rama spjegoj, Amerikanë nuk dhejnë për jetë tani. Po jo, po të ta jepja. Keni pak frikë nga Amerika, fare ju tani që ka ardhur Amerika dhe ka ardhur. Po pse duhet kemi frikë në nga Amerika? Po fëtëson do të marrin Edi Ramën në Po thonë, po tani, që a thotë Sali Berisha, ti tani, Amerikë kështë. në këto, në të pesë, ne, ti duhet jesh vetëm një njeri që nuk duhet ta bësh këtë pyetje, se e ke dëgjuar i pari Sali Berishën se çka ka thënë që në vitet 90. Dhe i thot pa teklif, nuk është se e mban gojen që të ketë një përgjegjësi për atë që ka thënë. Ç'a thot sot nuk e thot nesër, ç'a thot mëngjes nuk e thot në darkë. Dhe ti je njeriu që e ke dëgjuar këto gjëra 34 vjet këtu në të pesë ti dim, po ti di më shumë nga ne. Qartë. Mos më thuaj më gjë se e kuptova. Tani. Por Edi Rama pak a shumë shpjegoj që partia do të marrë se më ike pak këtu një transfuzion të fuqishëm gjaku me të rinj. Tani kush janë këta të rinj se disa që dolën në Zoti Klosi, televizion e pak lavdërojnë Edi Rama më keq se lavdërimet që i bën shokut e nverë. Unë u tremba shumë kur i pashë. Tani e votëre ju, e keni përre? Thash, edhe kjo eksperienca në të folur në... Nga ta u emrua direkt, sa po tha që Edi Rama është djelë jënë, u emrua. Tani, edhe eksperienca në mesazh, edhe ajo, do dhënë, problematika para kamerave, edhe ndjesitë e të qenit të ri në garat politike, padyshim krijoi një profil i cili mund të komentohet më gjatë se sa profili jonë, i neve që kemi në farë eksperiencë, që nuk bëjmë, le të themi, fjalë më tepër se ajo që pret ekrani. Kështu që do të ndërprezentoj se jemi bërë me fjalë që ne pas kemi sinkron të Ramës për këta gjakun e ri. Shumë mirë. Paraqite me një herë sinkronin. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Sepse parimisht, luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste të parë. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. Kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund edhe mos janë fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithë për detyrën që kam. Të gjitha deputetet që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë. Mund të jetë një diskutim çka kanë dhënë këta të rinj ose të reja që të jenë në listën e mbyllur. Unë mendoj që pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja, për t'i bërë një transfuzion fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet jenë në fushë, për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Pra nuk e kuptoj se ku është, do në pikpyetja me atë që ka thënë Edi Rama, është qartë që partia është një mekanizëm i cili kërkon gjithmonë të ketë element të rinj. Edhe kjo nuk është se është hera parë, gjithmonë partit e thonë këtë, gjithmonë partit përpiqen që në momentet caktuara të rekrutojnë apo të fusin nga forumet më të larta deri në forumet e çdo niveli të rinj, po mënyra se si e bëjnë këtë dhe sa real janë në bërjen e kësaj praktike ose kësaj le të themi lëvizje, kjo i diferencion dhe kjo ndryshon dhe të vota. Pra po të shikosh koalicionin e partive të djatha, cilat paraqitet si një risi, janë të gjithë element, asnjë element i ri, të gjithë element të stërprovuar në politik, nuk sjellin asnjë gjë të re, ndërkohë që tek Partia Socialiste qartësi kuptohet që element e ri, duke u alternuar edhe me ata cilët kanë më eksperiencë, kanë më shumë përvojë, kanë më shumë traditë, krijojnë ekipe që gjithmonë ndryshojnë dhe këtu Partia Socialiste ka bërë gjithmonë. Është fakt që ky ka qenë, domethënë, një nga aspektet më të rëndësishëm të Partisë Socialiste dhe një nga ato arsyet pse ne jemi më të fortë, është që tek ne gjeneratat mirë alternohen me njëra tjetrën. Pra në Partinë Socialiste dhe në grupin parlamentar sot, edhe në forumet më të larta, ke që nga themelusët, ka që kanë qenë nga ata, që nga Kongresi i parë, që nga Parlamenti i parë socialist, ose demokratik në 90-ës, deri tek ata cilët mbase s'kan lindur kur erdhi demokracia në Shqipëri. Edhe pra të gjithë Partia Socialiste
ja ka dalë që këto gjenerata të viteve, gjeneratës 91, Para se gjeneratës të qartë, para se të gjeneratës kolegët 2003, 2001, 2002 që u ndryshuar, gjeneratës 2005, qartë. gjenerata e 2013, generatat e reja, alternohen dhe ato e gjejnë vetën si mbas vlerave, votat që japin edhe se në politik është profesioni është i tillë që nëse s'merr votat e forume, votat e njerëzve, nuk je më del në profesionin tënd vjetër, po si je më politikan. Shumë e qartë, zoti Klosi, por para se të ndryjnë kolegët, unë kam dhe një pyetje. Alat pse nuk keni ju? Saliu kishte mbledhur një tuf shumë të madhe tani, që më nxorën rrëmisht dy herë më për para se të hitja pyetjen, ja ku i ke 26 parti janë grumbulluar aty dhe tani ju jeni përballë këtij koalicioni. Ju pse kaq të vetmuar? Pse nuk keni parti? Të tjera. Kemi parti dhe ne nga 2017 kemi zgjedhur këtë formulë. Nuk e kemi formulë 3. Në 2017 vendosën që koalicioni jonë i vetëm të jetë koalicioni me qytetarët. Unë nuk kam asgjë për zotrinj që janë paraqitur në foto, por të gjithë zotrinjt e paraqitur në foto janë figura humbëse. Pra kanë mbi vete 1, 2, 3, 10 ka Sali Berisha dhe rreshti parë i tyre kanë nga 10 humbje përballë Partisë Socialiste dhe askush nuk ngjall shpresën që mund të sjellë një element tri, mund të sjellë një ndjesi tre, mund të marrë një opinion publik me vete. Të gjithë janë humbës, dhe janë një koalicion partish që në 2021 edhe pse ishin mbas edhe njerë kaq partit shka të vogla, humbën shumë thellë. Pra, nuk e di se çfarë mesazhi ka dashur të japi Partia Demokratike, si partia e parë që krijon këtë koalicion, që ka mbledhur jo vetëm gjithë humbësit me vete, po ka mbledhur edhe ata cilët i akuzon për shumë gjëra. Pra, po të shikosh rreshtin e dytë, janë ata një pjesë e tyre që morën mandatet kur Partia Demokratike vendosi të dalin nga parlamenti, janë ata që bashkuan votat me Partinë Socialiste për ndryshimet e kodit elektoral, për risër votime tjera në parlament, që cilat sot goditen nga njerëzit që qeverisin Partinë Demokratike dhe thonë që e shiti Lulzim Basha atëherë, ndërkohë që ata i pranuan dhe i kanë sot në këtë koalicionin që do dalin para njerëzve dhe kërkojnë vota. Pra nuk e di se kush i mëson, po më keq se kaq nuk mund ta bënin. Edhe një arsye tjetër është fakti që e bën të tillë sistemin që të mos ketë koalicione. Pra zgjodhën vetë të prishin sistemin e vjetër elektoral me koalicione. Zgjodhën vetë. Datën Prandaj nuk kanë arsye që të ketë. Jo, dhe këto me votat e këtyre zotrinëve që janë në foto. Kanë votuar këta. Sa për këtyre, po pra, një pjesë e tyre. Dakor, por sistemi që zgjodhët ishte që mos ketë koalicione. Prandaj një nga arsyet që jeni vetëm është sepse çu donit. Ju e dini shumë mirë, ju e dini shumë mirë që koalicionet të rënd kur u hapën listat. Pra, koalicionet të rënd kur e vendosët ju, koalicionet të rënd, pa koalicione, koalicionet të rënd kur u hapën listat. Pra, mendoni koalicion me 26 parti, me 200. Jo, një koalicion. Mendoni një koalicion me 26 parti. Që hyn aksidentalisht. Po pra, dakord. Mendoni një koalicion me 26 parti, me 186 deputet. Me një koalicion të tillë. Që garojnë në lista hapur. Koalicion të tillë morët pushtetin 2013 me 1 milion shuplaka. Patjetër, jo, ishte sistem tjetër. Jo, nuk ishte, jo. Nuk ishte sistemi me lista. Jo, nuk është ky sistem. Jo. Nuk ka qenë sistemi me lista të hapura, ka qenë sistemi... Dy palë që konkurrojnë me njëra tjetër për marrë pushtetin, këtë sistem... Jo, po ka qenë sistem proporcional rajonal. Kur tani është sistem proporcional rajonal me lista të hapura. Pra, ku çdo njëri element në listë garon për vetën e tij. Dhe mendoni 26 parti me 186 deputet, e cilat të gjitha bashkë 30 herë 180 garojnë rreth 400-500 veta në një koalicion që dalin bashkë. Pra, që vinë bas 2021 me vullën tuaj, sepse shtu ju konvenjonte. Sepse nëse pala tjetër do ishte koalicion, nëse pala tjetër do ishte në koalicion, ju rrezikonte pushtetin. Dhe ju zgjodhët të bënit atë. Kjo është tezë që e keni ngritur nëpër studio, nuk është e vërtet. E debatojmë dhe këtë. Në rast se ata do të ishin bashkë në një listë, do kishin marrë shumë më tepër mandate. Në rast se do të ishin bashkë në një listë, do të humbiste fare forca që ka secila parti në vetë në saj. Do kishin marrë më tepër mandate se çmorën. Po nuk është. Do ju rrezikonin pushtetin. Besoni për këtë. Unë e di nga terreni, ju e dini nga studio. Unë e di nga terreni dhe kam të gjithë bindjen e nevojshme, pak në mendimin im, që në rast se PD-ja dhe LSI-ja do të ishin bashkë në një listë në zgjedhjet 2021-shit,
nuk do të kishin asnjë shans që ato Ja do e provojmë, po në listat u hapën që të mbyllin koalicionet. Po patjetër. Jo. Gran koalicionet u hapën listat. Ju hapën listat Listat u hapën se ishte kërkesë të gjithëve. Ma kush është? Ja, nga gjithë ata cilët Askush nuk e kërkon. Jo. Po, Kërkesa e Jenisherit. po, ata të cilët kishin Po e vota. keni bërë për të plotësuar qeverin e Jenisherit, jam dakord. Po pra se. Meriton. Jo vetëm ai. Ju prishët një marrëveshje me Partinë Demokratike për të bërë një marrëveshje me Jenisherin. Nuk prishëm asnjë marrëveshje me Partinë Demokratike. Mbajtëm marrëveshjen e 5 qershorit, se 5 majit, marrëveshje me Partinë Demokratike, 30, se ç'ishte i datë. Mbajtëm 5 qershori, ajo ishte marrëveshja me cilën do hyjnë zgjedhje. Po, me ato Ju e prishët 30 korrikët. asgjë s'ndryshon nga ajo. Për sa i përket asaj që ndryshoi në koalicion. Ajo ndryshoi rregullat e Parlam lojës. dakord me ato i mbajtëm. Kur kishte nisur loja. 84 votave në parlament e 2021-shit, ne nuk i kishim të vetëm, Mos e i diskutojmë kishim bashkë me këta zotërit që janë sot në koalicion. Po, shkojnë to tani që Po pse s'shkojnë? doli Jenisheri dhe ju vuri kusht juve Po nuk kishim vota ne. për të... Po si ishte pra zonja Ajdari, Do ta provoni njerë pas votët. drejtonin në Mos opozitën ndoshta asaj kohe. ju sollën kërkesën atajt me pragun 5% juve. Po ata, Duke që kishit bërë ju mu. po jo me jo. Nuk Si jo, ata ju sollën kërkesë me pragun 5%. Vendosja e Keni listave. parti që s'merr asnjë përqind Hapja e dhe ju listave. sjell juve projektin e ndryshimit me pragun 5%. Hapja e Dhe listave. nuk e ulën ata, pragun e ulët juve pastaj. Hapja e I ha njeri këto. Po dakord, Kjo ishte edhe- juve bëni aludime. Jo, asu munduat as ta fshini, që po e bëni Ka këtë. qenë fakt që hapja e listave erdhi si kusht i partive Kishte si kusht. opozitare As që kusht nuk kishte jenë në kusht. 84 vota në As parlament. kush e kishte. ishte vetëm- Ajo s'ishte as hapje listash, sa ishte U Gjoj hapën hapje listat, listash. po jo. Ishte sa për të thënë që do prishim Mirë, koalicionin. dakord. Juve u hapën listat. Qa u hapën listat për Orlando Rakipin e për Fatmir Xhamën, vetëm kaq. Po jo më Qa për lista shumë shko? të tjerë. Kush mori, kush Për ka shumë, dhënë? po jo më Basi- si basi- Po pse mërdhej kush janë boçi Kaq 3 deputet gjithsej. Basi Po kjo pra ishte hapja e listave. Për 3 deputet u hapën listat. Ju ra dakord me palën që kishit përballë po rregullat e lojës në 5 qershor, i prishet një muaj gjysmë më pas. Patuam ato rregulla që ran dakord me I opozitën prishet vetë. dhe vendosëm Pa palën që rregullat kishit reja përballë. me vendosëm rregullat e Prishet reja. rregullat kur kishte nisur Jo. loja. Dhe fal kësaj arritët të merrit 74 mandate. Tani, jo më ti qëndrojmë fakte dhe ne jemi këtu në këtë tavolinë, dim fakt. Pra ata kërkuan, bëm një marrëveshje me partitë e opozitës, le të themi në monitorimin ndërkombëtar. Vendosëm kushtet ato të cilat i zbatuam një, kurse për sa i përket për votën në parlament. Kur ata nuk kishin ata parlament, kishin ju morët një vendim zëri tjetër partive të pa vogla. ata. Hapja e listave, nuk po them mirë keq Partinë Socialiste, por prap do të them një gjë që është thelbësore në këtë debat. Nuk ka sistem që të sjellë pushtet o zotëri. Por kjo është Pse Nuk është postulat. Pasi mbaruat, më falë. Nuk e prish. Pasi mbaruat e mbyllët procesin. Pse u treguat jo fair? E prishet më pas. Ullët me ambasadorën amerikane, mbaruat të gjitha problemet, pastaj prap e prisht. Jo, për gjitha të që ram dakord në atë marrëveshjen e 30 qershorit, ne i zbatuam. Kodi zgjedhor, si rregull, deri sa e prishet juve, deri në 2020 kur e prishet juve, është bërë në mes partive parlamentare të mëdha. Patjetër, me partitë parlamentare. Me ato që dalin nga zgjedhjet, jo ato që dalin nga Folën ata nga parlamenti, po normal. Kjo është me komisione juve prishin çdo rregull. Po jo më Dhe do vazhdojnë të prishin çdo rregull. Prandaj më partitë janë të përgjegjshme Se ju prishin çdo rregull demokratik, dhe pastaj vini pushtet dhe thonë fituam ne. Po pse ne me vota që i morëm nga çdo rregull demokratik, me vota parlamentare, 84 vota në parlament, votuan për ndryshimin në kodin zgjedhor. Po pra po. Po se ne nuk i kishim votat. Po pra, rregulli ka qenë ky. 72 kishim. Nga 2002-shi, ku ishte PD-ja në opozitë, është vënë një rregull që kodi zgjedhor e bën partitë parlamentare të mëdha. Partizane ka qenë gjithmonë në 2 partitë e mëdha. Patjetër më se mbyllet kodi zgjedhor. Dhe kur mbyllet nuk hapet më. Pra si parti tjetër që mund të thotë kam dhe unë ca kushte. Jo. Ju e riapët kodi zgjedhor, bët gjoja se kur hapet listat dhe bët një pashavure aty që kaluan 3 deputet gjoja kaluan pragun, edhe për të prishur koalicionet, ka që ishte. Nuk është jotja, ka bërë Rama atë kuptohet. Mos është puna e ka bërë Partia Socialiste. Partia Socialiste, ku ekziston Partia Socialiste? Jo, donin bëni analizat çdo gjë. Kush bënë se po flisë për votime. Kush bënë votim Partia Socialiste? Ne kishim 84 vota. Ka ikur me votime nga Partia Socialiste sot. Ne nuk i kishim 84, pa votat e partive parlamentare, nuk i bënin dot. Dhe pak të ndryshim rrezikoi rregullonin garantuesin.
pak të ndryshim. Jo, farë, jo, në asë një rast. Jo, këtu... Sigurisht rrezikohet. Qartësisht gabim. Sigurisht rrezikohet. Po qartësisht e keni gabim. Sigurisht rrezikohet, pra. Po nuk ka asë një llogari që e nxjerr, kështu si e thoni ju. Edhe po të ishim bashkë... Edi Rama në 2017 Po. bëri gjithçka që opozita të hyjë pa koalicion zgjedhje. Dhe hyri pa koalicion zgjedhje sepse s'kishte 2017 kohë. hyrje me koalicion. Jo, Pa koalicion. jo, e vendosën javën e fundit bashkë, s'kishte koalicione, do jeni S'kishte kohë. Bëri gjithçka të mundur. Dhe arriti, gjeti një idiot aty, e bëri manifestim atë idiotin dhe arriti. Në 2021 që s'kishte që idioti s'mund ta bënë një gabim. Vërtet shumë. Kështu qartësisht e bën këta. Këto ka bërë, pra, Rama ka thyer gjithmonë rregull. Por ai që problemi ja, një sekond. Abile ka këtë drejt edhe tela ka. Shiko. Jo, ju e keni bërë saksisht kështu tani. Të po të ikim ti problemi se është problemi i vjetër. Jo, le të dalim. Kjo është problem parimor. Jo, po ta lëm atë. Po mirë, po parimor. Parime ka që nga koha e antikitetit më burr. Po parë pra. Parime, po jemi në ti ikim. Tani të dalim në disa probleme që unë mendoj se janë të rëndësishme. Janë zgjidhje ligjore apo kanë qenë zgjidhje ekstraligjore? Me çfarë bilanci shkon Partia Socialiste në këto zgjedhje, çfarë keni bërë ju që të meritoni një mandat të katërt? A mund t'ju thoni shqiptarëve tani, çfarë ju keni bërë që të merrni një mandat të katërt? Të katërtin, ëh? Padyshim, për këto do fillojmë të flasim sa po të filloj fushata elektorale. Dhe do paraqisim, po të them rënjës nuk futam, po tre fjali do i them. E thuaj. Po, pra, në çdo fushë, në çdo aspekt të jetës të vendit, kemi bërë aq shumë sa realisht kur e kemi marrë këtë pushtet në 2013, nuk do mendonim që për shembull, prodhimi brendshëm bruto i vendit tonë të 2.5 herë më shumë se sa 2013. Nuk e kishim menduar që eksportet në Shqipëri do të trefishoheshin nga 2013. Nuk e kishim menduar që paga mesatare do të rritej në vendin tonë, të shkonte rreth 900 euro për administratën publike dhe po kaq për sektorin publik. Nuk e kishim menduar në 2013 që Shqipëria nga 3 milion turist që ishin me letra, por rreth 1 milion për cilën burej Partia Demokratike, shkonte sot në 12 milion turist tuaj që vinin në Shqipëri. Nuk e kishim menduar në 2013 që kaq shpejt ne do të hapnim kaq shumë kapitull negociatave në Bashkimin Evropian dhe premtimi jonë që 2027 të jetë viti kur të mbyllen negociatat në Bashkimin Evropian dhe 2030 na gjejnë në Bashkimin Evropian, do të ishin të mundshëm të realizohesh. Dhe këtu në çdo fushë të jetës së vendit mund të themi arritet ose çfarë kemi realizuar dhe pse e kërkojmë votën për më shumë. Nuk e kishim menduar në 2013 që Shqipëria do të ishte një nyje kaq e rëndësishme e prodhimit energjetik të rajonit dhe do të kthej nga fal këtyre projekteve strategjive dhe investimeve në një nyje më të fortë në zonën tonë të Evropës juglindore për interkoneksionin me Italinë, me Greqinë, me Malezinë, me Kosovën edhe me Maqedoninë e Veriut. Pra, nuk e kishim menduar ne që do të bënim gjithë të infrastrukturë rrugore, ku Shqipëria, le të themi menaxhimin në mënyrë buxhetore dhe mënyrën se si funksionon, kishte kaq shumë korridore, rrugën e përfunduar të Kombit, rrugën e re të Arbrit, korridorin blu që po bëhet, lidhet e reja. Edhe rrugën e Kombit e more. Urdhëro? Edhe rrugën e Kombit e more. Përfunduar, po se lasëm ju e la, e mbani më të la, vetëm rrugë aksidentesh. Pra, është bërë aq shumë sa realisht nuk e mendonim Dimitri. E hapën këta, po e lanë pa paguar, e lanë pa mbaruar. Ta futim dhe Mitro në... E lanë pa trakta. Jo, dhe e fundit që doja të thoja... Ta e fundit 2 traktë rrugë e Kombit. Shumë the po... Po, pse pra? Edhe sikur vetëm për reformën drejtësi, ne meritojmë të kërkojmë mandatin tonë të 4. Reforme keni bërë bashkë të gjithë. Dhe po e hani bashkë. Reforme bërë bashkë dhe bashkë po e hani. Mund të marri merita vetëm për një moment caktuar, kur votoj Partia Demokratike ka votuar bashkë me ju, 140 deputet votuat me dorën lartë e gjitha, dhe për këtë ne meritojmë me dorën dhe ballin lartë. Ne tani duhet të përgjigjeni. Dhe për këtë meritojmë marrë mandatin tonë. Mandati kaluar, ky mandati është tjetër. Mitro? Është një ekuilibër shumë i brisht ky i politikës që ndonjëherë të çon nga një situatë serioze në një situatë komike. Edhe duke dëgjuar zotin Klosi që thotë nuk kishim menduar këtë, nuk kishim menduar atë, nuk kishim menduar këtë, na jep përshtypjen sigur tani ndodhemi përpara një mrekullie që ka ndodhur dhe është kjo del jashtë pritshmërive të Partisë Socialiste. Dhe situatit dalim... Del... Po, një pamje këtë tjetër. Po.
Gjithsesi, zoti Klosi na bëri një panoram të arritjeve ekonomike, por harron të thotë se para disa javësh ishte vetë kryeministri i vendit që doli tha unë drejtoj një shtet ku të ardhurat deklarohen vetëm nga administrata publike. Pra, ku një pjesë e madhe e bizneseve, të punësuarve në sektorin privat, nuk deklarojnë të ardhurat. Këtë ka me zë dhe me figurë kryeministri i Partisë Socialiste dhe i zotit Klosi. Unë nuk e di se si mund ta përkthej zoti Klosi këtë si një mrekulli të Partisë Socialiste që u arrit të zhbëhet në këto 12 vjet, apo si një premis për të shkuar akoma në një krizë akoma më të madhe. Gjithsesi, zotin Klosi dua ta pyes sepse kryeministri tha sot këto zgjedhje janë me rëndësi të madhe. Geostrategjike, jo të madhe, jo vetëm të madhe. Geostrategjike, po edhe për Bashkimin Evropian e ka që do ta pyesim pak më pas, po. Geostrategjike. Nuk e di si e kuptoni ju këtë deklaratë të kryeministrit, nisur dhe nga fakti që, siç e tha dhe zoti Rakipi, administrata amerikane tashmë ka një vizion të ri, një rezonancë që mund të përfshi jo vetëm Europën, por edhe Shqipërinë. Keni kërkuar ndonjëherë shpjegime nga kryeministri për çështjen me Gonigal? Ju ka shqetësuar realisht ajo dhe prisni që të ketë reperkusione nga administrata Trump, duke qenë se po ju them dhe këtë, që ju sapo na thatë që jeni krenar që keni bërë reformën drejtësi dhe për këtë arsye do kërkoni edhe një mandat të katërt. Dhe në fakt nuk keni hezituar, në fakt jo ju personalisht, po kryeministri, kryetari i bashkisë që tash është në Burg, të dalë fotografi me George Soros, me djalin e tij, si thua me mentorët tuaj politik. E keni menduar që kjo mund të ketë kosto politike që nga kryeministri deri te partia juaj, sepse po shikojmë po flisim për zgjedhjet ju. Po sepse po shikojmë që në gjithë Europën këshilltarët e zotit Trump apo antarët e kabinetit të tij mbështesin fort të djathtën konservatore dhe ndryshimet që kanë të bëjnë me, si thua, zhbërjen e një mbështetje politike të shoqërisë për fondacionit për një shoqëri të hapur. Tani e bëtë pyetjen shumë komplekse, në fakt, për një emision të tërë, po pa dyshim nëse zoti Rakipi më jep kohën e nevojshme, të gjitha pyetjet tuaja do të përgjigjem. Në radhë parë, pse fitoria e Partisë Socialiste ka një, le të themi, rëndësi edhe gjeopolitike është shumë e qartë. Pra, Shqipëria tashmë ka filluar një proces shumë intensiv negociatash në Bashkimin Evropian për të hapur kapitujt e negociatave, të cilat ne pretendojmë bazë të agendës që po ecim me shumë shpejtësi, në fakt ne po ecim më mirë se sa e mendonim. Brenda vitit 2027 ne të kemi mundësinë që të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Pra, ka një nevojë gjeopolitike fitore e Partisë Socialiste se vazhdimi i kësaj pune të nisur me këtë dakordësim me partnerët evropian, me këtë punë, me këtë vlerësim, me këtë mënyrë funksionimit të shtetit shqiptar, me këtë mënyrë të funksionimit politikës shqiptare, ne kemi të gjitha mundësitë që brenda 2027-s të jemi të gatshëm për integrim. Dhe që futja e Shqipërisë në familjen europiane, që mund të ndodhi vetëm nga Partia Socialiste, dhe padyshim nga askush mund të krahasohet me Partinë Socialiste për t'ja dalë në këtë përpjekje, është rëndësia gjeopolitike. Pra, që europianët vetë ka nevojë në këtë, për gjithë ato që ju shpjeguat dhe më mbrapa, që në kuadër të zgjerimit, forcimit edhe rivendosjes së raporteve. Edhe për shka ndodhen në Shtetet Bashkuara, gjeopolitikisht ne mund të shkojmë në Bashkimin Evropian. Ne mund kemi më shumë shanse se asnjëherë. Se kishim për NATO. Për të mos ja futim pjesë. Po cila forcë politike do e pengonte këtë gjë? Pra po doja, nuk do donte ta bonte. Mirë pra. Tani këtu hym pastaj. Po pse është një herë, pastaj hym tek ajo. Pra është momenti që nëse frutat i mera i gjerë. Afrimi në këtë proces integrimi është edhe për problematikat që Bashkimi Evropian kanë veten e tyre. Pra, ku janë, ku është kufiri, kush janë shtetet dhe çfarë do bëjmë me zgjerimin e kufimeve të Bashkimit Evropian. Dhe mesazhi i zgjerimit, pra tani ka është gjithmonë më afër një momenti të caktuar që ka të bëjë me gjeopolitikën. Dhe të mendosh që ata zotrin që ju nxorën figurë, përfaqësuar më shumë nga çdo njeri tjetër, nga Sali Berisha, të mund të fillojnë negociatat dhe të hynë në ritmin e integrimit dhe Sali Berisha si duhet në radhë parë të ketë mundësinë t'i takojë partnerët evropian, se nuk e ka këtë mundësi si person i shpallur non grata nga jo vetëm administrata amerikane dhe administrata Britanisë Bashkuar, po nga të gjithë
Komuniteti Europian që janë në Bashkimin Europian tashmë. Në momentin që SBA, po nuk është në Evropë. Evropë dhe Macronaj, mund të takosh. Deri tani s'ka takuar asnjë titular prej shumë vitesh. Po sepse është në opozitë, si do të takojë? Kur është shpallur në gradë, jo vetëm kur është në opozitë, por edhe kur ishte kryeministër nga 2009. E takoj Merzin para jush. Po mirë, dakor, takoj Merz. Edhe unë e kam takuar kancelar atë e kam takuar dhe në për takime i takon. Prandaj është geopolitike, ka rëndësi shumë madhe fitore e Partisë Socialiste dhe për vetë Evropën, se ky partneritet i krijuar nga këta njerëz që punojnë, kanë bërë këto ecurit të rëndësishme në kuadrët negociate, janë ata që mund të realizojnë këtë proces. Prandaj është e rëndësishme fitore e Partisë Socialiste. Pastaj për atë që thatë për pensionet, për informalitetin, jemi vite dritë largë me atë që kemi bërë me krahasuar në Partinë Demokratike. Kur bërëm reformën e pensioneve në 2014, thamë që për herë tani do vendosin sistemi i ri, sistemi i vlerësimit viteve të punës. Falë kësaj reforme 3 që bëm me reformën e pensioneve, që ka qenë shumë e vështirë implementimi i saj, jo i thjesht, sot mbas 10 vjetësh kemi 17 marrëveshje të arira me vendet e Bashkimit Evropian, ku qytetarët shqiptarë që kanë punuar në Shqipëri dhe kanë punuar në Evropë, bashkojnë vitet e pension dhe marrin pension. Dhe nga kjo pritën të fitojnë me qindra mijë shqiptarë, të cilët gjatë këtyre viteve kanë vuajtur nga njohja e viteve të jetës. Por nëse do të ishte bërë reforma, nuk do të kishte ndodhur kjo njohje. Ajo që ndodhi tani dhe u miratua me Italinë, është një premtimi i gjithë politikës shqiptare. Realizoi Edi Rama Partia Socialiste. Ky është fakt. Premtimi për 4 vjeçarin e ardhshëm është që dhe me Greqinë do ta stabilizojmë këtë proces për të përfituar dhe shqiptarët që janë në Greqi. Dhe kjo është fakt, po në qoftë se do të kishim bërë këto që ju tham dhe këto që tham, nuk do të kishim asnjë shans të realizonim këto marrëveshje dhe të ecnim përpara. Zoti Klosit, me 2-3 pyetje bëjmë pak më konkret. Po patjetër. Çfarë të thjeshta? Që mos thush herë tjetër si për zotin Noga, që erdhi Stasi. Shumë kur të vijë ai zotit të Partisë së Vogël. Na tha për marrëdhënien e Dhe i zyrtar. Pak a shumë. Marrë bëjmë me shmëdhën lere se mund të dalë nesër, me atë që ka në Shëba, mund të dalë nesër që të vitë putet me këta dhe s'kemi që themi një emision më vonë. Varet nga Shqipëria do marrë. Varet fare nga Po thonë asnjë. këta. Po, nuk e dim tani se ai me pagesa janë gjëra Ta duan, po, duan ata shumë. Tani, shumë zyrtarë dhe ish zyrtarë socialistë, kanë përfunduar në pranga për korupcion. Si ju shpjegoni ju këtë njerëzve? Keni kryetarin e Bashkisë Tiranës, Izës kryeministrin, keni në Burg kryetarin e Bashkisë Tiranës, keni Izës kryeministrin në Arati, disa ish ministra në Burg e tjerë. Ju pas keni pasur një pushet të kalbur. Si ju shpjegoni njerëzve këtë? Njerëzve ja shpjegojmë që në Partinë Socialiste në këto 12 vjetë, ka pasur edhe 70 ministra që kanë marrë mandat. E kam thënë dhe këtë studio në 180 kryetarë bashkie që janë zgjedhur nga kjo forcë politike në garat elektorale ku kemi mbështetur kandidat. Dhe me qindra, mbas edhe me mira zyrtarë që kanë firmosur reforma, procedura, tendera, koncesione, zhvillime, të cilat janë të gjitha të hetueshme. Pra, asnjë firmë që vë një zyrtar nuk është një firmë e fshet, në qifet dhe futet sekret, nuk hutohet. Të gjitha firmat hetohen që nga kontrollet e brendshme administrative, kontrolli i lartë i shtetit, institucionet tjera, antikorrupcion, ndërsa shkojnë prokurori. Pra, nga mira njerëz, Ore të pyeti, ja dola unë tani, unë jam antar i Partisë Socialiste. Po pra, po ja u them, të përgjigjem. Po banoj në Pekin. Erdhe ti. Po. Erdhe ti aty dhe... Pra nuk është... Zoti Klosit... Gjithë botën demokratike... E jonë Velio e në Burg. Po pra... Zotës kryeministri ishë aratisur. Që është kjo gjithë tani? Ministra të tjere... Po pra... Që është kjo tani? Këto pra po them, këto. Pra në gjithë botën demokratike, këto gjëra ngjasin. Pra hetohen titularët. Dhe kjo është falë reforma që ka bërë Partia Socialiste. Reforma e drejtësisëre, këtë prodhoi pra që... Ore, bravo i qoftë reformën të azëm se e keni bërë ju. Po pra këtë... Këta që kanë vajtë në burë tani, qa janë? Po pra, këta janë njerëz të cilët gjatë vlerësimeve të punës tyre, janë gjetur me problematika që po hetohen,
Dhe nuk është që thënë që këto problematika do dalin fajtorë. Po tani ka ikur zonë kryeministri, zoti Klos. Po pra. Ka ikur zonë kryeministri, Po del në media nga Zvicra dhe lëshon akuzat të rënda për qeverinë. E përshkruan si organizatë kriminale. Dhe thot Ramën si kreu në organizatës. Tani si ka mundësi, janë minutë me minutë. Tani mos e ti e njeri racional dhe normal. O Klos, po ti e njeri shumë normal, mo zotri. Tani, ta mërë dhe mëndi aty që të bënde Arben Ahmeti këte. Del dhe thot kjo është organizatë kriminale. E s'futur në malet atje dhe mbi të gjitha... O, zotë Rakipi, nuk kam as një... Si përgjigjeni ju këtë që të? Këto po them pra, që ne ndërtuam një administrat e cila do gjykohet. Dhe ati socialisti që më pyte, do e them, po mërë socialist i Dibrës apo socialist i Beratët. Ti tani, ke një administrat e cila punon për Shqiprin, ndërton për Shqiprin, por dhe gjykohet që ata që shkelin vendimarrjet e drejta apo ato që shkelin procedurat, janë në gjykim. Çfarë do të them? To po them. Shumë bukur. Por ai gre akuzën organizatë kriminale. Arben Ahmeti ka qenë zënës kriminalist. Ju tani e ndjeni veten si pjesëtar të organizatës kriminale? Jo, nuk e ndi. Dhe po them, erni si kolegë të tjerë e gjeni... Po Arbeni kur ishte në qeveri, që rol kishte në organizatën kriminale? Nuk kam as një koment, e kemi bërë këtë bisedë të marrëveshje Partia Socialiste. Kam as një koment, që do me po e kam shumë, kam thënë, nuk është era parë që e them në këtë studio. Edhe Shaban, Ozmaj shkret më shkruan nga Amerika gjithmonë, ore. Ja tani po shkruan dhe... Po dakord, pra. Shësh ky mashtrim të të gjithë për marrëveshjet për plot gjera, kupton? Po thotë më nuk ka ndonjë për pensionet, po është marrëveshjet për pensionet i kemi. Po zoti, pra po them këtë që ne kemi deklaruar në këtë studio, zoti Rakipi, në këtë studio kam deklaruar se Partia Socialiste nuk komenton proceset e hetimit. Nuk komenton, më nuk e kemi vendosur këtë punë. Nuk kemi opinion për këtë punë, sepse këtë e ka në dorë drejtësia e re. Ore një pjesë e ty janë dënuar, zotri. Kanë marrë vite burg. Po, kanë bërë... Po dhe ata kanë qenë pjesa më e rëndësishme tendja. Këtë po të themun tani. Nuk keni përgjegjësi fare ju. Po pa tjetër, këto janë plus minuset e qeverisës. Nuk ka qeveriset të pa gjykuar. Në mira vlerësime administrative, ka disa që janë gjykuar gabim. Dhe janë gjykuar me probleme. Për këto janë se cilin ban përgjësit e veta. Kush firmos, ta di, dhe kjo është një mësimi mirë për gjitha ta që vëjnë firmën, ta di që kjo firmë ngelet sa gjithë koha në cilin ajo gjykohet. Asë një firmë nuk zhduket. Kjo është, tani kjo, po kështu ndërtojnë shtetet, kështu ndërtojnë demokracia. Kryetarët e bashkive të New Yorkut ka 100 akuzat, vazhdojnë drejtojnë bashkinë e New Yorkut. Derisa këto akuzat vërtetojnë, vinë apo të Po them që është shumë e vështirë në një vend tjetër, demokratik, mos e në Afrikë mund të ketë. Jo më në Amerikë tash, tani nuk e di ku e kemi demokratik, mund të dalë zënës kërministri që ka qenë, sa vjetë ka qenë zënës kërministri? Arben Ahmeti. Nga 2013 i ka njësur gjithë postet, nuk ka ngell vetëm gjithë postet i ka kaluar të gjitha dhe pastaj thotë, kjo që kryuam ne, thotë, gjitha dhe vëdhënia është organizatë kriminale. Që një akuzë shumë e rëndë, zotë i kërë. Dakord, të gjithë njerëzit gjykojnë... Dhe populata të rëmbet këtu? Populata pa tjetër, populata vlerëson, pra thotë që kjo parti nuk e mbulon problemet, por problemet i gjykon drejtësia re. Dhe kjo parti është e gatshme të dali para opinionit publik, për çdo vlerësim, qoftë për këto që thonë ju, qoftë për tjera dhe njerëzit gjykojnë. Ore, këta njerëz punojnë, vlerësojnë, gjykojnë, ka dhe që shpallen me probleme, por ama bëjnë atë që njerëzit duan, pra njerëzit të duan që drejtësia të funksionojë për këdo, pa pyetur se kush janë, në çfarë do niveli qofshin. Prandaj njerëzit i japin 8% mbrojtje organeve drejtësisë, sepse duan që të ketë një drejtësi e cila gjykon. Dhe s'është e kontrolluar politikisht. Të kemi. Ju ja futët drejtësinë e re, ishit gati ta futit në 24 orët e para pas arrestimit të Erion Velis, ishit gati ta futit në 10 gjallë. Asnjëherë. Tani këto janë komentet që ka ardhur koha që të vlerësojnë standardet e mënyrës se si funksionohet dhe sidomos pjesën e cila ka të bëjë me para hetimin. Pra hetimi le të vazhdojë, të gjykohet, ketë një proces gjykimi fair dhe pastaj të merret vendimi, por ama ne kërkuam që për proceset caktuara për administratën rishikohet procesi para burgimit. Kaq është komenti vetëm që ne kemi bërë në këto 5 vjetë funksionim të organet drejtësisë. Këtë premis do e bëni dhe reformimin e grupit parlamentar me njerëz të rinj, atë që tha zoti Rakipi, Gjaku i ri. Pra, kjo shpata që ngriti zoti Rama
siç tha zoti Rakipi, një ditë pas arrestimit Veliajt, shpatën e madhe për të rënë drejtësisë, shpatën për të hequr koka nga grupi. Çfarë lidhje ka kjo me grupin parlamentar? Lutem ta mbaroj. Pra, deputet që mund të kenë probleme me SPAK-un të mos jenë nesër pjesë e grupit parlamentar dhe zoti Rama të ketë një grup të ri parlamentar me njerëz anonim që më së shumti ndoshta t'i mshoj dhe barazisë gjinore me më shumë gra, marioneta në një farë mënyre për të ngritur dhe për të ulur. Këtë gjuhë denigruese ju s'ju takon ta thoni, po tani ju sepse i takon yllit ta vendosi kufizimin. Ta mbaroj. Ato kolegët deputet janë zgjedhur nga populli, marrin vlerësimin e forumeve, marrin vlerësimin e qytetarëve, marrin votën e qytetarëve. Konkrete, karrierën e tyre, tani mos kjo nuk e pranojnë fare, po këtë premis do ta bëni dhe reformimin e grupit parlamentar që deputet që nesër mund të jenë të pranoj premis negative. Te kjo pikë. Po, te kjo pikë. Pra, se nuk folëm pra për këtë pjesën e rinovimit. Ajo që konsiderohet si listë mbyllur, dhe nga zoti Rama deklaroi sot pra do jenë emra të rinj, parashikohet që të jetë grupi ministrave të rinj, drejtor po jo mos është fare kështu. Një pjesë e tyre. Tani, në zgjedhjet e 2021-shit zoti Rama përpiloi një listë me parimin që të vendoste emrat e njohur të partisë në pjesën e poshtme të listës. Mes pjesës fituese të 18 mandatet e Tiranës, po them, ishte dhe zoti Alçi Bllako, në vend të rëndësishëm në listë, dhe arriti të fitonte. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi me të, u arrestua la mandatin, dhe për ironin të fatit, mbasi ky la mandatin, njeriu që e zëvendësoi ishte Pandeli Majko, pra një deputet i vjetër i parlamentit. Përsëri zoti Majko i bie që të jetë te pjesa e hapur e listës, pra dalë dhe të kërkojë të gjejë vota, sepse pjesën e mbyllur mund ta kenë njerëz që nesër pas nesër mund të kenë probleme me drejtsinë, drejtor, ministra, që janë pjesë e ekzekutivit dhe që zbatojnë çfarë urdhëron kryeministri. Pra ka dhe një lloj dileme sepse kjo pra kjo nuk i pëlqeu pyetja e Mitrës, se këtyre po s'u pëlqeu këta. Iku Bllako, erdhi Majko, po duhet ishte Majko në pyetjen të përgjithshme. Jo tani. Po kush është pyetja? Që janë Marineta. Një lloj do t'i merrni dhe këta siç keni bërë këtë ta. Po e them prapë, çfarë procesi ka. Përveç asaj fjale nuk kisha ndonjë vërejtje tjetër. Çfarë procesi ka kaluar ta trinjtë? Po pra, kanë procesin kush flet më mirë për Edi Ramën? Sepse këta nuk as janë votuar diku. Dakor, pra. As kanë pasur një jetë politike diku. As karrierë politike diku. Mirë, respektoni mua, po respektoni njëri tjetrin, të përgjigjem. Më që ta plotësojmë, me që do i bëni bëni gjitha. Jo për ta. Janë njerëz që vinë nga hiçi, i zgjedhet Edi Rama kush flet më mirë për Edi Ramën dhe ju bëni deputet. Kjo është thelbi. Tani ka njerëz aty që kanë një karrierë, kanë një kontribut edhe kanë konkurruar me votë për të marrë një vend për deputet. Un kam në këtë, le të themi, përgjegjësinë për zgjedhur listat në disa palë zgjedhjesh. Dhe ju garantoj në të gjitha mënyrat që ju mund ta besoni. Siç në fakt ylli nuk ju fton juve këtu nëse s'do kishte ndjesinë që ju do i bëni një emision të mirë. Edhe një drejtues politik, edhe Edi Rama dhe gjithë forumet zgjedhin nëpër këto lista dhe në këtë grup 3 parlamentar, një grup që do jetë më i mirë se sa ajo që është përpara. Pra cilën më shumë zëratrin, cilën më shumë opinion, cilën më shumë eksperiencë nga profesionet, cilën natyrisht frymën e re, cilën natyrisht mendësinë e re të opinionit publik, dhe po të ngelen siç ngelte Sali Berisha te lista e vjetër dhe njerëzit që i ka pas që në administratën e parë 91, 91, 97, ata njerëz ka prapë, dhe një pjesë tyre kanë qenë në administratën e Sali Berishës, ne nuk do merrnim vota. Pra, është e pa logjikshme që një formacion politik që do të marrë votat e njerëzve, mos përpiqet që të zgjedhë më të mirët e mundshëm për ta marrë këtë vlerësim. Nga kush? Nga ata që janë listë sigurt? Nga ata që janë në listë të sigurt dhe të hapur. Kurse kjo që thonë jo. Modeli ishte pra një sekretar i përgjithshëm ministrie, ai kongresi i Partisë Socialiste, ai kongresi i Partisë Socialiste. Dhe linte jashtë deputetët e tjerë. Kjo ishte 2500 delegat të ardhur nga gjithë Shqipëria me kontributet caktuara në rinin socialiste, në të zgjedhur nga gjitha forumet, mbasi ishte bërë proces super përzgjedhës, unë kam qenë pjesë atij procesi dhe ju mbani mend një fjalë e cila përzgjedhje nga ata elementë cilët nga forumet lokale kishin ardhur dhe bën kongresin rinor të Partisë Socialiste. Dhe ju ngelen te një djalë i cili tha një shprehje që për ju mos e duke keq, në kongres mori duart trokitje,
po s'ka asnjë rëndësi. Ju tani merreni me atë dhe harroni që nëpërmjet kësaj Jo vetëm tuaj, i bëni revor, jo vetëm tuaj. Edhe të PD-s njerëz më të vjetër se ju më burr. Po jo më jon. Të rinj më të vjetër se ju. Po dakord pra. Po më vjen keq tani. Jo pra jo, po Pyetja kemi ishte- gjë tjetër Çfarë konkret. quani ju të re dhe Po çfarë quajmë ne të re? po, prandaj. Ajo që Ju quani të re, ajo sa që pioner të rinj që u keni të shallin, edhe jo, më jo, fare. shallin e Edi Ramës, edhe u thonë me shallin e Edi Ramës Jo, fare. ta bëjnë çfarë duan. Po mirë, më Sa dakord. ne quajmë të re atë që vjen si oponentë të vjetrës. Po pra, Si po. të quash e retin nëse një servitit vjetrës dhe konformistit vjetrës. S'është e re. Ajo është një moshë e re. keni- Njerëz të rekrutuar të shplar, trushplar, të cilët vinë Jo, më fare, aty për këto ta do t'i dhuruar pranoj, liderin. jo, këto E reja është ajo Jo që më vjen s'ke asnjë drejt, nuk ka për të asnjë drejt. kontestuar. Nga e diti gjana tash, nga e Po se i diti. dëgjuam që Po foli. ti mendon ti çfarë Vetëm ajo nga mendon Maliqi, ata? ajo Jo. vajza nga Maliqi E ke foli shumë diçka, gabim. të tjerët ishin E gjithë ke- servila dhe e ke- konformistë. Po jo më pa shumë mendon ti. Si janë trinj ata. Po shëndësi ka si mendon ti Ka më. thënë vetë kryeministri, s'ka nevojë të Shëndësi lodhet ka. zoti Klosi. Kryeministri ka thënë, nuk ka Ato rëndësi për asnjë rast. do Por jetë ne deputet, nuk- a di të flas, a di të jetë i Jo, bukur, apo jo, Nuk ka thënë e keni kryeministri. shumë gabim. Rëndësishme Po është, ka vazhdoni, thënë kryeministri, vazhdoni, që Ky person të ketë popularitet. Jo, Nuk ka rëndësi di të flas. i qani allën kalorësit se i varen Di të këmbë. të bëj Jo, politikë në apo jo. asnjë rast nuk është Cili- shumë. cili ishte- Pra, cili ishte ne jemi me i garë. Cili ishte Jemi kontributi? i garë, Jo, jo, ne jemi në një Cili garë. ishte kontributi në parti? Po. I Alqi Bllakos në raport me Pandeli Majkon, pra pse ai duhet ishte më lart në listë dhe ky duhet ishte te pjesa e poshtme e listës. Kjo ishte pyetja. Thash, çdo forcë politike shkon në një garë, përgatit forcën e saj, përgatit ato mënyrat e saj që do përballet në garën caktuar, vendos elementë Jemi me caktuar, emra konkret. Unë s'po të flas për gjithësi, përdor, emra nuk konkret. kam. Tani, besoj aq më njihni, nuk është hera parë me zotrinë, jemi hera parë, po bashkë kemi kaq shumë debate. Mo prisni nga unë të bëj asnjë koment për asnjë njeri të përveçëm. Në konceptin e dhe mos vlerësimit, futen pra, në vlerësimin. të individëve që Unë flas për pjesën parimin, e për emrat mbyllur apo të përveçëm, sigurt s'po të keni listës. mua. Unë flas për parimin, për emrat përveçëm, as mos prisni që unë t'jap asnjë koment asnjëherë. me që jemi Unë te- gjithë i kam pas kolegë dhe jam shok gara, shok beteja, shok përpjekjesh dhe të gjithë kanë dhënë kontributin e tyre në kohë caktuar, moment të caktuar dhe këta djemë dhe vajzat e ri që ju i merrni me fjalë të tyre në kongres, janë po ashtu kontributorë që nesër pas nesër do korrigjohen, do mësojnë më mirë, do mësojnë më Foli shumë. një vajzë nga Maliqi aty, Ju harroni e cila- bëni, ju harroni një sekond, më Anton. U respektua O nga Anton, gjithë, di të u tregosh vlerësua nga për gjithë. Partinë Socialiste, ti ke 10 minuta që flet për kongresin rinor të Partisë Socialiste, ku një djalë tha ne jemi Në petale. kongresin e pavotuar, për zgjedhur. Në kongresin rinor Pas të Partisë zgjedhjes, Socialiste po, që ata ti që mendon se zgjedhur. është shu. Pra ti ke 10 minuta që merresh me atë kongres. Pra ti të paktën e pranon që atë kongres ka element të rinj që për ty nuk janë ata që duhet. Pra ma, nga krau tjetër që konkuron me element në ne, moshë të re, dakord të pra. cilët po, dakord, mund të jetojnë pra, lushje dhe ti votojnë harron i që marë, Ti haron Dhe që zgjedhur në për mënyrë të përfaqësuar. Kanë në lushje votojnë i marë, Dakor, ti në mënyrë të pavullnetshme dhe emërohen sa po flasin. asaj që Sa po i shërben e ram. Çfarë reklame? Po, Partia Socialiste. Çfarë reklame që i shërben vjetrës, ai i Jo, shërben më jo fare në shërben vjetrës. Ai ka Ai është ai që e kundërshton vjetrën. Po mirë, ma shumë mendon ti jo shkon vetëm- vetëm të Ai që shërben vjetrës i ri. Jo vetëm të Jo, më vjetrës. kjo tani, Jo vetëm mo, të keni vjetrës. shumë gabim. Edhe grupeve Pra, ju kriminale. vazhdoni. Jo vetëm të vjetrës, edhe grupeve kriminale. Jo. Zoti Klosi, jo, po e vazhdoj dhe dëgjojnë. Pra, Sa do t'ju ndihmoj juve Spaku? opinionin Sa do t'ju ndihmoj juve Kjo nuk është e Spaku? vërteta. Të shkëputni Dimra, dakord, lidhjet mund me ta botën e japësh krimit dhe grupet kriminale. Dakord, dakord. Sepse Dakord, ta them me këto, ta them. keni Ma një bëj pyetje, deputet ta në them. Burg, deputetin e Durrësit. Më bëj Ta mbaroj të pyetje, ta lutem. them. Ja ta mbaroj si pyetje, ta mbaroj si pyetje. Konkluzionin, por ndryshe pastaj jemi dy forca Po me që politike. jemi të listat, jo. Dil krahun e politikës dhe dil përballë, nuk ka asnjë Jo, po ju problem. pyes me që jemi të listat dhe po hartoni listat. Partive opozitare, më bëj pyetje pra. Po, sa do t'ju ndihmoj Spaku me tas forcën që kanë ngritur të shkëpusni lidhjet me grupet kriminale. Marr shkas nga rasti i deputetit Qyrbja, deputetit të Durrësit, që sipas prokurorisë së posaçme ishte aty i vendosur nga grupet kriminale. Këtë na shpjegoni. Tani- Sa të lehtë do ta keni të shkëputeni nga grupet kriminale si parti? Pra ta shpjegojmë. Më Po. lër të flas. Pra po të them, për sa i përket asaj çfarë Partia Socialiste ka bërë në këtë aspekt, në këto 12 vjet, me që më përmendët se çfarë kemi bërë në këtë kohë, kemi bërë ligjin e dekriminalizimit. Kemi bërë forcimin e gjithë organeve kontrolluese. Kemi bërë formular të vetë deklarimit të karrierës sonë ku deputet apo kryetar bashkie janë ndjekur për gjëra fare minore. Pra,
ne kemi bërë disa halka të këtij sistemi që kemi përpjekur të pastrojmë politikën dhe të pastrojmë zbatimin e vendimarrjeve politike në kuadër të individit, pra figurës individuale të gjithë secilit. Gjë që forcat e tjera politike as nuk e bëhe fjalë ta realizojnë. Këta zotrinë që ne kemi përballë ne, jo vetëm kaq nuk mendonin, por ata bënin krime, dënohej ai drejtorët e gardës apo i policisë që ishin për vrasjen 21 janar, Sali Berisha i merrte thoshte as prokuroria mos t'i afrohet tyre se janë të mitë. Dënoheshin, kërkonte prokuroria dënim dhe gjykim për vjedhjet e rrugës Kombit, dhe Sali Berisha thoshte e kam bërë unë, mos merrni, ikni largohuni. Dhe shkarkonte krye prokuror. Ndërkohë që ne kemi bërë vetë deklarim, pra çdo figurë që garon nesër apo pas nesër nga të gjitha partitë, fal vullnetit Partisë Socialiste, do deklaroj të gjithë historikun e jetës tij. Dhe nëse se ka pasur rekorde kriminale të fsheta, do humbasi mandatin. Në rast se ka pasur rekorde kriminale të cilat kanë bëjnë me vepra penale të cilat nuk e lejojnë rikandidimin e tij, nuk do rikandidojë. Do e merrni edhe këtë autorsi. Edhe këtë autorsi do e merrni. Po 100% do e marrin, po vullneti kujt është? Vullneti i Partisë Demokratike ka qenë. Në asnjë rast vullneti, ajo është vot. Jeni detyruar ta bëni. Ata e propozuan ju detyruar ta bëni. Sepse ajo është një vullnet, një vot, ajo është një vot e ardhur vetëm nga Partia Socialiste. Majoranca socialiste e ka pasur këtë aftësi ta bën ta atë vot. Detyruar ta votojë. Jo, ka qenë vullneti. Ra tjetër mes parlamentit. Partia Socialiste ta bën ta. Ata tuaj, trimat tuaj. Tani këtë, aman, mos... Imagjino mos ishin parlament sa të bënin mësë. Rafin gardistët, djegin parlamentin, qas bënë edhe thoni merrin Partinë Socialiste. Pra, kjo është vullneti, këtë kemi bërë, dhe këtë që, sa po përmendi kolegu, është vullneti Partisë Socialiste, krijimi reformës drejtësi, krijimi institucionit drejt, krijimi SPAK-u, krijimi i gjithë tyre hapësirave që kanë të bëjnë me hetimin e procesit zgjedhor, është vullneti Partisë Socialiste që i ka lejuar, mbështetur, donuar, forcuar dhe qenia e vetmja garant që kjo të ndodhi. Dhe ju garantoj që ky proces, si çdo proces që ka administruar Partia Socialiste, do të jetë proces i ndershëm, i qetë dhe pa asnjë incident, shpresoj pa incident. Por sa i përket procesit të hetimit zgjedhor, padyshim janë të lutur ta bëjnë këtë proces dhe gjithmonë më shumë qytetarët të jenë të bindur që kjo është proces i drejtë dhe mos ndodhi se lam një nam të pa imagjinueshëm, se si sa herë që mbarojnë zgjedhjet, edhe në 2021 kur hapën shampanjën që fituam, mbaroi procesi pastaj 4 vjet, edhe sot vazhdojnë të manipuluam. Dhe këtë po bëjnë dhe tani, nuk është se merren me program, nuk është se merren me analizë, nuk është se merren me krijim opinioni, nuk është se merren me krijim koalicioni, nuk gjejnë element të ri, po vetëm merren si do t'i vjedhë zgjedhjet Partia Socialiste. Ata kanë zgjedhur program, do humbasin dhe pse do humbasin. Nga 2013 e këtij pa program jeni ju, sa ata bëjnë çdo 4 vjet program. Gjithmonë me program. Vetëm program me shkret. Program janë. Do t'jemi me program. Njëherë duhet t'i monin vetë, Po, dakor. Ishte pandemia edhe tërmeti. Në raste nuk do të kishte produkt, në raste do të kishte qeverisë, do të kishte rezultate. Ai është programi i vërtet. Ai është programi që njerëzit duan dhe janë njerëzit që vlerësojnë. Ta masakrosh opozitën. Ka nevojë Ta masakrosh opozitën për 4 vite, shumë e thjeshtë të thosh pastaj. Do të kemi zotëri edhe programin ton, edhe premtimet tona për 2030-ën, kush është vizioni e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për vitin 2030, dhe në rastin bilans nuk keni. Po dhe bilanci pra kemi, dhe ato që pasë pjesë e bilanci. Qofse GDP-a ka qenë... Qa ka qenë? Tre. Qa ka qenë rritja ekonomike mesatare? Po pra GDP-a prodhimi brendshëm bruto. Kursin e euros? Fuqia e këtij vendi është... Kursin e euros? 2.5 fishuar. Sa ka qenë... Kjo është bilanc. Në rast se rroga mesatare ka qenë 150, edhe ka vajtur 900, edhe kjo është bilanc. Me kursin e euros. Rroga në euro, pra, qofse ka qenë... Me kursin e euros me inflacionin. Po janë pralla që tregon Edi Rama, ku s'ka gazetar. Kjo është sa lek marrë Ti fatkeqësisht ke përballë ca gazetar do dëgjosh. Po. Dhe ti marrë një nga një tani. Kjo është bilanc. Bëjmë pak fact check. Kjo është bilanc. A mund të bëj një fact check? Sa merrte një... A mund të bëj një fact check? Po bëjmë si thua, po kjo është bilanc pra. Po pra thuat. Rroga është bilanc, sa lek marrë dorë. Më fal. Sa fuqi ka ky vend, sa rrugë janë bërë. Më fal. Sa ura janë bërë. Ta mbaron çik. Sa lek marrin dorë po sa blen. Sa blen është problemi.
Sa blen pra, sa shritur fuqia blerë, sa shritur biznes, sa shritur ekonomia. Thua GDP-n thot Rama dhe ju e thoni 2 herë kemi rritur. 2.5 herë që të jesh i qartë. 2 herë, se e gjetë 12.5 e mo qua 25, ku e ke quar më shumë? Se se bëni një asë një sa janë rritur çmimet, zoti Klot. Po dalëm 2 herë. Pa dyshim më Tani 12.5 miliard euro që e gjetët ju e buxhetit. Është pyetja themelore sot për shqiptarët. Ta bëjmë me radhë. 2.5 miliard euro me kursin e euros 1.4. Po këto bëjnë në portal në në emision. Nuk janë njësoj me këto 25 miliard euro që keni me një ju, as me një. Pra ju e keni quar, e keni rritur me më pak se 50%, sepse rritja ju ekonomike ka qenë rritja ekonomike se ka kaluar kur 4%. Që të veni ju në 2.5 herë kur s'ka kaluar njerë 4%. As 2 herë shkoni dot. Sepse rritja ju ekonomike ka qenë e mjerë për një vënd që është në vënd zhvillim, që do të ketë 6-7%. Vazhdojmë, pakat, e njëta llogari bëhet me eurot, pensionet, e njëta llogari bëhet me eurot, të gjitha në raport me euron i keni negative, të gjitha, mos i bëtë gjitha. Vetëm turizmi keni ju, integrimin Bashkimit Evropian, e gjithë në 2013, ishte gati, një sekund, me euro pra, me euro. Me euro pra. Mirë, barojmë të dhe vazhdojmë integrimin. Me euro, ishte paga 150 euro mesatarja. Ku paga? E administratës ka vetë 900 euro mesatarja. Ku ishte 150 euro më kur herët ju? Po, në 2013, po. Jo, mos i ka qenë Pensionet, janë të gjitha pensionet. Ne kemi pasur pagat marra mbas 2014. Të dytët në rajon për paga kur keni ardhur në pushtet. Po, mirë me dakord. U po them sa është me euro, pas të gjithë statistika. Çfarë ti merr edhe zhvillim ekonomik. Duke marrë dhe indeksin e zhvillimit ekonomik, indeksin e inflacionit. Kursin e euros, ju s'keni bërë asgjë. Eksportet kanë qenë vetëm pagat administratës keni rritur. Kanë vajtur 9 miliard euro. Se eksportet më eksportet shkatruat me euron ju, ku ka eksportet më? O zot, tani, po me euro pra po i bëjmë pra llogarit. Qa eksportet shkeni? Sa euro me sa euro? Qa eksportet? Qa loj eksportet? Gjitha llojet e eksportet. Se eksportet bujqësore janë shkatruar. Po pse e mendon ti se janë shkatruar? Po shkatruar në Sa shritur sipërfaqja? Falimentuan ato, dorë në shtypi. Sa rritur sipërfaqja e punueshme në Shqipëri? E diti? Se di. Sa shritur sipërfaqja e serave në Shqipëri? E flasim bujqësinë më. Sa shritur sipërfaqja? Bujqësinë e gjetë me 22% e qua 17% GDP-s. Në nuj. 22 me 17% GDP-s e keni quar. E ke gabim. Si, vetëm rënje. Dakord, ma merë thash, këto janë më vete portalesh. Po qa portalesh? Sa në të dhëna tuaja? Jo, e ke shumë gabim. Vetëm turizmi keni rriti. Nuk ka asnjë aspekt tjetër. Vetëmja është turizmi. Asnjë, zero. Edhe integrimin Bashkimit Evropian, jeni 12 vjetë keni për vetëm një hap. Që nuk ka përmirësim Shqipëria. Gabon, janë rritur dhe çmimet. Në 11 maj ka ngelur dhe 60 ditë. Sot e rritjet dhe çmimet do thoni që për 2 vjet do bëni hapin tjetër. Ju për 12 vjet e bën një hap. Njerëzit do vlerësojnë dhe ju do gjykoni. Keni bilans, pse thot ai? Pra dakord, kemi. Ai mburet me bilancin e Spakut. Jo. Ajo thot me arrestuam njerëzit. Po. Po arrestoi Spaku, si arrestoi? Jo, drejtësia e re. Po e ka arrestuar vetë ai, dakord. Nuk është i vetmi. Është i vetmi, i vetmi. Lezo raport e progresit Komisionit Evropian. Komisioni Evropian vetëm atë vlerëson. Sa është rritur prodhimi i energjisë në vendin tonë? E diti me herë. Prodhimin e energjisë. Me herë. Ato ecet që liberalizoi Berisha. Po, jo me. Çka keni bërë ju? Çka keni bërë ju? Jo, të gjithë aspektet tjera të prodhimit të energjisë në Shqipëri. Vetëm me hecë keni. Fotovoltaiket tani po bëhen. Prodhimet me herë. Fotovoltaiket tani po bëhen. Prodhimet e brendshme janë rritur. Ti ke dy prodhues kryesor të energjisë, ke hidrocentrale të Keshit, ke edhe shtatkraftin e Norvegjisë. Jo, të gjitha. Edhe ti grinjime Tigrin 3. Edhe ti grinjime Tigrin 3. Po mirë pra mirë. Ata janë punë fare. Po mirë pra dakord. Po dakord, më merrni një informacion minimal. Informacioni minimal ky është. Më thuaj ti mua një panel, një kështu kompleks panel diellore që prodhon çushë shtatkrafti. Po, dakord, ai është prodhim i madh. Shkepse. Po padyshim. Pra 12 vjet. Por ajo ka qenë eficiente 4 vjetë e fundit mund të kenë qenë më eficiente. Por deri në 4 vjetë e fundit nuk s'ka bërë asgjë. Disa kanë qenë humbjet në rrjet, kanë qenë mbi 50%. Po pra. Pra dhe ato që prodhonte Saliu gjysma i vjedhte vet. Kështu ka humbjet në rrjet. 50%, humbjet në rrjet. Kanë vajtur në vlera minimale 16-17 duke mbajtur për ama është akoma 22%. Reformën që bën të investimet që jo, kanë qenë mbi 50% humbjet në rrjet. Pra çfarë prodhonin këto që thua ti, që edhe këtu është prapë për të diskutuar se këto hecet që përmend ti janë të gjitha hidrocentralet janë të Enveroxhës. Saliu i gjeti, i mori menaxhim, i shkriu. Liberalizimi edhe ato 4 hece, 4 hidrocentrale më pak.
krijimi i investimet tuaja në ECE. Po bëni tani, jeni në vetëm, o Anton. Ti po mburresh në bilancën e Saliut, po mburrem unë. Më ti merr. Tani thua bëri Saliu, po bilancën e Saliut është kjo që po mburresh. O Anton, unë të pranoj. S'ke bilancë, ke bilancin e energjia fotovoltaike. Na jep sa prodhoa. Të përgatitesh dhe të vish tu e thuash. Përgatitem unë. Po pra të përgatitesh. Unë përgatitur jam, se ju s'keni bërë asgjë. Të flasësh për ju që jam me thjesht. Pranoj, po dakord. Se qeveria me dështuar që ka pas Shqipëri. Po mirë ma shu thu ti, po të shërën cika që thu ti, mo. S'ke nevojë të përgatitesh fare. Po të shërën cika çfarë thua ti, mo. Ti e thua kaq. Është qëndrimi jot, mbaroj. Tani më them, po të përgatitesh dhe të vit na krahasosh ne me veten tonë 2021-shin, dakord mund të bësh lloj debate sa ishte 2021, sa ishte 2025. Njësoj. Krahasosh me 2017, po s'ka perëndigje bën krahasim. Çdo gjë është tjetër, çdo gjë është tjetër. Ç'keni bërë? Çdo gjë është tjetër. Po çdo gjë më është tjetër. Nuk ka një gjë për cilën për çfarë? Për shërbimet. Sa orë kemi falur qytetarëve që t'jenë tani mos jenë për rradha, t'i marrin shërbimet online. Përfitojnë. Çmimet sa janë rritur thotë. Sa të shqetësuar jeni për këtë? Po ka më padyshim rritja e ekonomisë vëndit, padyshim do rriset e çmimit, nuk diskutohet. Tani në disa aspekte caktuara, padyshim do të ketë rritje, se rritja e ekonomisë rrit, ne a duam të shkojmë Bashkimin Evropian. Jo, rritja e ekonomisë për bashkët pas 3-4 vjetësh, padyshim do kemi komplet dinamik tjetër. Se kemi çmime më të shtrenjta, më të larta se sa në Bashkimin Evropian është problemi. Jo, mbase disa do i uli, se heqja doganave, bërja e tregut për bashkët Evropian, padyshim do mbroj atë pjesë që thoni ju. Por ama, kjo do të arrisi shumë, do ndihmoj shumë, do të arrisi shumë të tepër investimin në prodhimin e brendshëm. 300 milion euro do të marrim në vit për mbështetjen e prodhimit bujqësor, ashtu si marrin vendet e tjera të Bashkimit. Po marrim asgjë tash pra, sepse është një hetim. Fondet e partnerë në tim të s'marrin asgjë. Dakord, ti tani mund litari shmet varur nuk ju vlerësoj ju. Jo, nuk e vëj në dyshim. Do të pas 2027 nuk e vëj në dyshim aftësinë tuaj për gazetari. Dhe të kapeni me fjalët e kaloni nga një deg në degën tjetër. Po besoj dhe ju më njihni aq sa do unë mos futohem nga fjalët tuaja. Unë po them kur tym Bashkimin Evropian do marrim 300 milionë euro. Për momentin kemi mandarinat me pesticide për momentin. Po, patjetër. Edhe ai është problem. Edhe ato laboratorë janë problem. Po e diti sa janë shtuar laboratorët e akredituar, cilat hetojnë, vlerësojnë. E diti se sa janë shtuar prodhimet, se këto e di shumë mirë. Po, e diti se derisa kemi hyrë në tregun evropian, derisa çojmë mandarinat në Austri, në Zvicër, në Poloni, në Bullgari, në Rumani, nga i çojmë, padyshim do ketë kontroll më të madh. Dhe ata që bëjnë gabim si ata zotrin, tani janë të arrestuar më zotrin. Se bën, prodhuan, morën një ple, i cili... Këto morën vesh se kush e di sa ka ndodhur, po këto morën vesh se o arrestuar. Po mirë pra, kjo është fakt. Po kush jenë mandarinat me pesticide? Se këtë sistem e mbrojti konsumatorit. Se mbrojti konsumatorit mandarinat, nuk e mbrojti. O, zot, po mirë pra, do ishe më mirë që të kishim i drejtësi tre që gjykon dhe... Zoti Krosi, kryetari Bashkisë Tiranës në Burg. A ju dëmton në Burgosja? Në para burgim, në hetim. Dakor, kryetari Bashkisë Tiranës në para burgim në hetim. Po në burg quhet, në para burgim... Po jo pra se në burg do të thotë kur është fajtor, nuk është shpallur. Atëre ai është para burgosur. Se në para burgim nuk do të thotë që ka një sallë tjetër. Ai është para burgosur për me viden që mund të burgoset. Tani, a ju dëmton burgosja e Veliajt, se sot dori një lajm e përmenda dhe pjesën e parë unë, që ka ndaluar ndërtimi shkollave dhe kopsheve. Nga që nuk firmos do të Veliajt se është në burg. A ju dëmton ju kjo tani? Tani, nga kjo aspekt që the këtë ndërhyrjen e dytë, padyshim, ajo që tham edhe ditën kur u arrestua kryetari i Bashkisë Tiranës, pikërisht kjo ishte, pra nuk mundet dhe nuk ka asnjë logjik për një rast i cili nuk kishte të bënte me flagrancën, kryetari Bashkisë së një qyteti i mandatuar me votat qytetar, të merret nga zyra, duke lënë kaq shumë punë që ka ky qytet të pa menaxhuara. Dhe ky është një nga aspektet, po, padyshim është një nga aspektet që ju përmendët. Pra, nuk diskutohet që punën e Bashkisë Tiranës, edhe thash siç është eksperjenca, siç është praktika, siç kanë gjitha këto norma, duke qenë se siç në rast të flagrancës, mund të vazhdojnë të hetimet dhe këtu të hetimin në nuk krymë fare, nuk kemi asnjë vlerësim për hetimin, padyshim nëse bëjmë se jemi funksionar partie, ose kemi le të themi këtë linjën të cilën ne nuk gjykojmë hetimin, por ama ka tjerë shumë që e bëjnë këtë vlerësim, unë nuk jam pjesë e këtij grupimi që mund të merret në vlerësimin, po them për pjesën e punëve padyshim
e dëmton funksionimin e Bashkisë Tiranës, ku mungesa e kryetarit, me isa një nën kryetaret e kanë marrë, le të themi janë krijuar si një bord drejtuesi i Bashkisë, punët do përgatiten, punët do vazhdojnë, po edhe kjo që thatë ju mund të jetë një nga aspektet e mos funksionimit të Bashkisë Tiranës. Kaq kemi thënë ne. A thua vallë se Tirana gjimon e gjitha goditje të mëdha e kështu për ndërtime për gjera, thua vetëm kanë mbetur këto kopshtet dhe këto? Po ndërtimet nuk besoj se ka jeni kundra ndërtimeve, të cilat janë një nga aspektet që dëshmojnë atë për cilën ne debatuam gjatë gjithë të emisionin, pra zhvillimin ekonomik këtij vendi. Rritja e fuqisë Blershë, rritja e fuqisë Pronës, rritja e fuqisë. Emëruar kot sekretar përgjithshëm ai. Ekonomia Mbrojtja Erion Veliaj, e kupton të Po ta thash pra, ne nuk hym te gjykimi. Ka aftësinë që Mbrojtja Erion Veliaj. Jo, dakord. Po bëj kompliment tani. Po mirë, dakord. Tani është në burg, vetëm proces e jemi gati në limite. Dorëria e zonjës Bush. Edhe kryetari i opozitës ndajnë në rreshti një vit, edhe tjetri është në burg. Po jo më se tani hajde havën më bet se duket që do t'i rëndoj, po pse ka fituar luftën me drejtësi, nuk është fare e vërtet. Jo, qëndroi një vit në paraburgim, pavarësisht se shtëpi po paraburgim. Fal vullnetit të tij. Martirizimit të ti vetjak. Edhe parlamentit, pra që qoj njeri që ishte... Jo, mërjo, se ju e dini shumë. As i pandehur, as në tim. Sali Berisha që ditën e parë, kur u morë në çështja e ti korruptive për të gjykuar, u caktua me detyrim paraqitje. Dhe qoftë se do të kishte zbatuar këtë mas, nuk do të kishte ndodhur arrestimi. Nuk pranoj. Po mirë dhe dorëzimi e pasaportit. Po dakord, është kufizim liri. Nuk pranoj që të bënte këtë mas, luftoj që t'ja dilte për mos ta zbatuar këtë mas, organet e drejtësisë vendosën që me qenë se edhe zoti Meta në të njëjtat rrethana është. Po dakord, pra po flasim për zotin Berisha, pse e gatronin bisedën tani? Po se gatronin, pra për zotin Berisha nuk ka fituar asgjë. Fitoi atë që i dhanë ata. Mbas një viti u qartësua dhe tani po shkon aty në prokurori, po mban fjalimin e tij, po lë shkresat e tij në prokurori. Po nuk ka fituar asnjë aspekt të garës ti me drejtësinë, për sa i përket çështjes korruptive. Ka fituar atë që kërkoi vetë. Garën e jep drejtësia si vendim, por unë mendoj që juve duhet ta vlerësoni atë që bëri zoti Berisha për masë sigurisë, si deputet, sepse kufizimi i lirisë së një deputeti vendosur nga parlamenti. Ne do ta vlerësonim shumë që Sali Berisha nuk do të ishte në parlament. Mendoj që ai vendimi i zotit Berisha, po dakord, për saj. Si politikan po ta them. Vendimi që bëri ai për të mos e kufizuar lirën e vet pa vendim parlamenti. Po ta them pra. Ishte një vendim që mbrojti parlamentarizmin. Në mirën e pluralizmit shqiptar, Sali Berisha mos ishte më në parlament. Edhe unë kështu do mendoja, por s'ka rëndësi kjo. T'ja linde një brez të ri në Partinë Demokratike. Po s'ka rëndësi kjo është tjetër. Por ama ajo që bëri ishte në mbrojtjen e parlamentarizmit dhe ju duhet ta vlerësoni, mendoj. E ka bërë transformimin e saj dhe vazhdon të transformohet sepse e kupton që qoftë se ngel. Është fasad. Po mirë më kështu mendon ti, po desha marrin vota. Fasad ose ato fasad që bëri Tirana kur në 98. Jo. Që liu po dakord. Që dukeshin nga rruga dhe i la ministrit. Po dakord. Fasad. Po nuk e di se si çak qëndrimi ke mbajtur. Partia është e kalbur, partia juaj është e kalbur, nuk ka votim. Nuk e di çak qëndrimi ke mbajtur në 98. Po kam bine që dhe ti dhe unë, dhe ti dhe unë, edhe shumë të tjerë nuk e di, yllë ka qënë kundra në atë ko, ne ato rivlerësimin i pamjes qytetit, pa dushim ishte një që shumë pozitive atë se kohë. Tani a mund të bëhet prap ajo, prap duhet bërë, pa ama tani po bëhet ndërtime dhe investime, a ishte ndajë në Tiranë, ta përkohën që u bë, ajo ishte gjetje, ishte rrisi, ishte pozitive shumë për Shqipërinë, u fillojt përmënde Shqipëria dhe mori qik gjyrë qytetit, dhe ajo që bëm për rilindjen urbane, ka shpëtuar Shqipërinë në një qytetit. Por një fasad, fasada dhe qëndrave qytetit, sot janë bërë. Hajde shikon Burrell, jo më jo, po e di ti këtë po. Aksisin e forse politike. Jo më jo, hajde shikon ti sot Burrell, hajde shikon Bulqiz, hajde shikon Peshkopi. Faktet shu janë. Hajde shikon se si kjo... Viu më shikoj, po ka një Gjermani banorët. Mbrojtja kapote. Banorët ka një Gjermani dhe në Anglisë, se si e jetës është pejsuat. Që janë atje, tani ku më të them. Tani mos i ka torë bisedat më bërë, tete fasadat, tem... Po tem që fasadat nuk kanë vlerë, se nuk e përgjësojnë kanë më shumë vlerë, kanë shumë vlerë. Keni bërë ju balshin, edhe balshin keni bërë ju atje, qa keni bërë. Tani, qa tem? Qëndrën e qytetit, po ka i gjithë balsi jashtë, s'ka më njeri atje. Po dakord. Po pra, s'ka, më fasada, nuk e përmërson fasadat. Ata njerës që na votojnë masivisht ne se ne punojnë për ta, kaq, pik. Dhe ato fasadat se ma le në
Fjala votim dhe zgjedhje në regjimin tuaj nuk përdoret. Ju rrit, padyshim rregullon qytetin nga pikpamja vizive, po ju rrit edhe jetën aty banorëve. Çe do rrit aty? Çka ekonomia? Me ato lek mund ndërtoje një fabrikë prodhonte. Po dakord. Punësoheshin njerëz. Jo fasada kot. Forcë politike, jo paka majolike që çonin aty. Po dakord, më bashkohen Partitë Si Demokratike. bashkohem unë partisë. Fitoni. Unë e quaj vetëm 3 akoma për t'ju bashkuar një parti të vjetër. Po dakord, dakord. Bëu forcë. Kjo është e reja, nuk është e vjetra, i thoni ju. Dakord, pra që t'japësh mendime se si bëhet. Atëherë bëhet forcë politike. Në 98-ën kishit një parti socialiste më të hapur edhe më diversive. Kur? Në 98-ën, Partia Socialiste ishte shumë e hapur, shumë diversive. Kishte Rryma që lëviznin, kishte KPD. Aty keni qefi që ndodhi dhe herë KPD-a që qahet pra Partia Socialiste. Dhe e vetëmja mënyrë që tumi Partia Socialiste... Nuk i kemi qef një spektakl, nuk kemi qef një parti që të rrisi nuansën demokracisë në fondë. E vetëmja mënyrë që tumi Partia Socialiste është që të bëj prap një KPD dhe të ndahet ndysh. Po t'jemi të bashkuar, po t'jemi kështu si që jemi, po t'jemi të mirë organizuar, t'jemi me kaj shumë njerëz, 300... 600 të rinë dhe treja ju bashkuan platformës deputetit që dua. Ju bëni sikur bëni humor. Nuk shpallesh në lista në 98. Humor bërë ti, ne vetëm sa qeshëm, ti e bërë humorin. Është fakt, nuk qesh pra qesh, ti po qesh. Humorin e bërë ti. Është fakt, mërë, që 600 të rinë dhe treja, nga gjdo cepi botës dhe nga gjdo anë në Shqipëris, i besuan Partisë Socialiste, pra e reja i beson kësaj forcë politike, ju vazhdoni bëni si humor. Kjo mërjos, edhe unë në Dibër, besoj në vendimi kryesis, do të përcaktoj një nga këta djemë të platformës deputetit që duam, i ardhur nga Londra, mas 8 vjetësh jetë atje, i vjen në Shqipëri, do të kontriboj për qytetin e tij për bulqizëm, pse mos jetë pjesë e listës, qatë keq i ka ardhur shoqërisë shqiptare që po. Votohet të strukturët. Patyshim. Zoti Krosi, Zoti Kur do votohet, pasi të saktoni? Çfarë synon Partia Socialiste në këto zgjedhje? Ose më saktë sa mandate? Se ti tani njeri shumë i rëndësishme aty. Se sekretari përgjithshëm quhet numri 2 orë. Partia Socialiste... Çështët e Zotit Noka, pas doktorit, ti je fill pas Edi Ramës. Faleminderit për shpjegimin. E vlerësoj. Jo, më mos e vlerëso. Pra, po dakord, po s'kam asnjë koment. Pra po them që Partia Socialiste synon të fitoj jo vetëm Partia Socialiste synon të fitoj jo vetëm votën më shumë se sa në garën e 2021-shit, por Partia Socialiste synon të fitoj mbështetjen e qytetarëve shqiptarë masivisht, edhe atyre mbasi që s'na votojnë, por me bindjen që ky proces i nisur i integrimit në Bashkimin Evropian do të jetë një proces i cili do të marrë zgjidhje fal kësaj force politike dhe do të kemi mundësi që brenda 2-3 viteve ne të jemi shumë pranë deri të arritur brenda 2030-s që të jemi pjesë e familjes europiane. Për të qenë aty të barabartë me të barabartëve dhe në fundit për të sjellur më shumë ekonomi dhe mirëqenie për qytetarët shqiptar. Ne synojmë që në këto zgjedhje të 2025-s qytetarët shqiptar të vlerësojnë të gjitha reformat që ne kemi bërë, ne japin gjykim mbase për gjëra që duhet të bëjmë më mirë, por ama të vlerësojnë pozitivisht përpjekjen tonë për ta bërë Shqipërinë më të mirë, më të fortë, edhe më, le të themi, më të zhvilluar ekonomikisht. Në këtë rast duhet. Numri mandateve, mos ma kërkoni mua, do të jetë një garë e cila padyshim kur të fillojë, kur dali formacioni jon, kur dali formacioni kundërshtarëve tanë betej, ne do fillojmë të bëjmë sondazhet tona, ato për llogaritë tona, po ajo që mund të them me bindje dhe me bindje shumë thellë, që numri mandateve në parlament do të jetë i lartë, shumë më lartë se sa, ose do të jetë më i lartë se sa jo 2021. Më shumë se 2021. Po padyshim. Do të thënë i marrë gjitha. Dhe kjo e Bashkimit Evropian këtë ja u besoj se pa çfatin duhet thënë Partisë Socialiste dhe të qeverisë tuaj për Bashkimin Evropian sepse po hapet pak bashkimi. Nga që ndodhi në Amerikë. Ne kemi punuar shumë dhe ja kemi Bashkimi Shtet Evropian po hapet dhe do hyjë. Dakord, pra, ky pa çfatin tuaj. Bashkimi Evropian ka qenë i hapur për gjithë vendet e rajonit, për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka qenë i hapur për Malnezi përpara. Ore engëm dhe ne tani më duket do futemi se hapja do jetë shumë e madhe për arsyet. Kjo shpreja jote pa çfarë për socialistin kujtohet ato shprehjen e Ramës. Pa çfarë e Roveliait, po. Po jo, tani Bashkimin Evropian ti je i sigurt. Këtu nuk ka asnjë. Je i sigurt në Bashkimin Evropian që hyn Për humor. Partia Socialiste ka punuar
Shqipëria është zhvilluar, falë edhe votës, falë edhe mbështetjes e migrantëve, falë edhe punës madhe që kanë bërë migrantë, është zhvilluar atill që sot po ja dalim, që ashtu siç kanë qenë vendet tjera përpara nesh, ata të jenë shumë mbrapa nesh, dhe ne të kemi mundësinë realisht, edhe për vetë faktet si e tham fillim, se si është Bashkimi Evropian tani dhe raporti që ka me riformatimin e tij dhe me rikuptimin e rizgjimin e Bashkimit Evropian për vlerën, peshën, fuqinë dhe të ardhmen e tij, ne mund t'ja dalim që shumë shpejt të jemi në atë familje dhe në atë tavolinë. Dhe kjo do të jetë një arritje për gjithë, besoj këtu s'kemi asnjë dyshim. Paç fatin e Sali Berishës që u fut Shqipëria në NATO. Se e njëjta logjikë është. E njëjta logjikë bie, po geopolitika bamp e kapët këtë. Bravo ju qoftë se ndonjëherë ndodhur, vjen e mira nga nuk e Po më kjo është për Shqipërinë, nuk është. Vjen e mira edhe për Shqipërinë, edhe për Shqipërinë sigurisht. Zoti Klosi te mandatet që do merrni llogarisni dhe mandatet e partisë Tom Doshit, një pyetje kështu. Partia Socialiste garon e vetëm, s'kemi aleanca, jemi parti. Qatë më jo pyetje nuk është kot, po Parti e cila garon për zakonisht nuk i tregojnë aleatët ta. një mazhorancë. Ta vazhdimisht nuk i kanë treguar aleatët. Dhe nuk ju ka dalë keq. Tani votet diasporës ç'mendoni për numrin e regjistrimit tani? Ju keni qenë në takime vetë? Mos i kputni të gjitha këtu të diasporës apo? Do të kemi një Pritshmëritë tuaja nga kjo votë si janë? Pritshmëritë tona janë shumë të larta, ne kemi punuar shumë, nuk e kemi fshehur. 6 muaj kemi që merrem me votën e diasporës, jemi përpjekur të evidentojmë mbështetësit tanë kudo në botë dhe ju kemi kërkuar atyre të regjistrohet dhe kemi bërë një punë madhe. Fakt është që Partia Demokratike vetëm para një jave, 10 ditësh, vendosi që të merrem me këtë punë dhe prandaj shifrat do të jenë shumë të forta për sa i përket Partisë Socialiste. Janë regjistruar rreth 200 e ca mijë të cilët kërkojnë të votojnë. Gjëna që rreth 40 e ca mijë për tyre ju refuzua kërkesa për fajet tona teknike. Presim që rreth 250.000 janë të regjistruar, por rreth 200.000 besoj do votojnë. Në 200.000 që të votojnë, ne do të kemi diferencë shumë të madhe, besoj 75 me 25%. Sepse patronazhimi është më i lehtë jashtë Shqipërisë sa brenda Shqipërisë tani. Se ata që janë në emigracion, ata që jetojnë në çdo anë të botës, e kuptojnë shumë më mirë se sa tryezat tona, se sa Shqipëria zhvillohet, sa forcohet në sytë të tyre, sa më shumë i bën krenar Shqipëria ata që punojnë dhe jetojnë jashtë, sa më të lidhur janë ata me vendin tonë. Si e ngri doktori këtë votën që të diasporës? Hëngri se e pranoj vetë, mund të kishte kërku kushte të tjera, por në këto rrethana, këta e kanë shumë më të lehtë për ta patronazhuar atë votë, sepse mënyra se si do votohet është më e lehtë për të kontrolluar se sa këtu brenda. Prandaj janë optimist për rezultatin në diasporë. Regjistrimin e kanë bërë vetë ta. Tjetër. Atëherë kemi gjë tjetër. Zoti Klosi, faleminderit shumë, më thënë. Dhe për zgjedhjet do shikojmë prapë. Do shihemi sigurisht. Do diskutojmë gjërat më numra. Ju urojmë. Edhe me program. Pa, ju urojmë sukses. Zoti Klosi është i vetmi eksponent i PS-së që na kujton kohën kur Partia Socialiste ka qenë demokratike. Është i vetmi eksponent i PS-së që na kujton kohën kur Partia Socialiste ka qenë demokratike. Ishte shumë dhe mua më kujtojtë se kam qenë afër me nga mënyra se si kemi ardhur me Partinë Demokratike, kam qenë afër atyre dhe na vinte dhe zili kjo që pse ishte partia hapur kjo. Partia Socialiste vazhdon të jetë partia hapur, parti i pranon. Kjo ti se tua do të ndryshë. Parti që aprovon Jo rinin. kasetën të keq. Edhe parti e cila fiton, është një makineri fituese e jashtëzakonshme. Kjo është e rëndësishme, pastaj për gjithë tjerë vlerësojnë qytetarët. Ne jemi aty për të na. Se më që do thuash ti, do thuash Partia Socialiste nuk është e hapur? Ti mendonte që ne e prisnim që të thoshe të kundërtën? Po mirë. Klosi, faleminderit shumë, atëherë ishte kënaqësi, ne do të takohemi sa më shpejt jetë e mundur, fushat e gjerë kjo e të gjitha, do të bashkëpresohet, do të rritet e të gjitha. Mitro, Tela, faleminderit shumë, Abilekaj shumë faleminderit. Nderuar të shikues tani, kjo ishte pak a shumë bashkë janë të gjitha gjerat, edhe pse ne i ndam në 2 pjesë, i ndam për arsye formale, që ndahen gjerat, siç ndahet çdo gjë, copa, pjesë e gjitha për arsyet që dihen. Ne i ndam këto në pjesën e parë, ku ishte punë të Erion Velis që nesër do të ridalë në shkallën e dytë për të konsideruar masën, do të jetë ajo apo jo. Shumë kusht tha dhe nga të ftuarit e mi që ajo do jetë, e njëjta masë e tjera, po të presim, shohim nesër.
Dhe me zotin Klosi ishim pjesën e dytë që ishte një kënaqësi. Faleminderit shumë që na keni ndjekur. Natë e mirë.